Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rikthyer me forcë një debat i ndjeshëm dhe politikisht shpërthyes. A është Donald Trump realisht i paqëndrueshëm apo po luan me vetdije rolin e liderit ekstrem për të imponuar frikë, bindje dhe dominim publik? Sipas artikullit të Corriere della Sera, diskutimi është rindezur pas një serie daljesh që kanë tronditur edhe pjesë të vet kampit konservator. Shkëndija e fundit ishte një postim në Truth Social i fshirë më pas ku Trump krahasonte veten me Jezusin shërues. Më pas erdhën deklarata edhe më të rënda kërcënimi se një qytetëri i tërë do të vdesonte në referencë ndaj Iranit si dhe sulmet ndaj Papës, të cilin e quajti të dobët ndaj krimit dhe të paaftët në politikën e jashtme. Për shumë kritik këto nuk janë më thjesht provokime elektorale, por sinjale të një sjellje gjithnjë më të paparashikueshme. Shtëpia e Bardhë ka hedhur poshtë akuzat, ndërsa vetë Trump vazhdon ta paraqes veten si gjeni dhe pretendon se ka kaluar çdo test njohës. Por debati nuk kufizohet më vetëm te demokratët, satiristët televiziv apo ekspertët e shëndetit mendor që komentojnë nga distanca. Sipas artikullit, dyshime po shprehin edhe ishalat të Trumpit, figura të djathta, ushtarak në pension, diplomat dhe ish funksionar amerikanet huaj. Një sondazh i Reuters dhe Ipsos i përmendur nga Corriere tregonte se në shkurt rreth 61% e të pyeturve e konsideronin Trumpin gjithnjë më të paparashikueshëm me moshën, ndërsa perceptimi për aftësinë e tij mendore dhe përballimin e sfidave komplekse kishte rëndësishëm krahasuar me vitin 2023. Kjo tregon se problemi nuk është vetëm moral apo stilistik, por po kthehet në çështje besueshmërie shtetërore. Edhe më domethënës është fakti se kritikat nuk vijnë vetëm nga e majta. Marjorie Taylor Greene, dikur ndër mbështetëset më agresive të Trumpit, ka mbështetur përdorimin e amendamentit 25, duke argumentuar se kërcënimet për shkatrimin e civilizimit iranian nuk ishin retorike ashpër, por marrëzi. Në të njëjtën linjë janë shprehur edhe zëra të tjerë të së djathtës radikale, të cilët e kanë përshkruar Trumpin si të çoroditur dhe jo më plotësisht funksional. Megjithatë, brenda Partisë Republikane dhe Kongresit Amerikan, besnikëria ndaj Trumpit mbetet pothuajse e plot. Kjo forcon tezën tjetër të debatit se Trump mund mos jetë domosdoshmërisht i çmendur, por jashtëzakonisht i aftë në përdorimin e teprimit, fyerjes, mitit personal dhe kërcënimit verbal si instrumente pushteti. Në këtë lexim ai nuk është një aksident i sistemit, por produkti më brutal i tij. Në plan më të gjerë, kjo histori nuk ka të bëjë vetëm me temperamentin e një njeriu. Ajo ngre një pyetje thelbësore për demokracinë amerikane, deri ku mund të tolerohet sjellja e një presidenti kur kufiri me spektaklit politik, narcizmit dhe rrezikut institucional fillon të zbehet. Corriere kujton se dyshimet mbi gjendjen mendore të presidentëve amerikan nuk janë të reja, por në rastin e Trumpit ato bashkohen me një stil qeverisjeje që e ushqen konfliktin, e shndërron krizën në metodë dhe e kthen provokimin në strategji.